Absolutisht po, në fakt, Ministria e Financave ka dalë një deklaratë që do hartoj tashmë të gjithë mekanizmat për të përballuar edhe situatën aktuale që po ndodh, por nëse do ndalemi pak më gjerë, pse duhet të importoj kaq shumë Shqipëria naftë edhe të ballemi me taksa, kur fare mirë ndoshta edhe tani në vazhdon kur provuam rritjen e çmimeve nga konflikti në Ukrainë, tashmë edhe nga lindja e mesme, me sa duket do t'i ndjejmë efektet. Karburanti, element shumë i rëndësishëm. Shqipëria është e pasur, në fakt, me burime të naftës, përse të mos shfrytëzohet? Shiko, Shqipëria historikisht ka qenë një vend importues neto i produkte energjetike, në veçanti i naftës, dhe fatkeqësisht pavarësisht që investimet në private në rritjen e kapaciteteve nxjerrëse të naftës kanë ardhur në rritje, praktikisht Shqipëria është një prodhuese, siç e thashtë edhe juve, për që ndoshta në nivelin e vet bruto do të ishte e mjaftueshme për të përballuar nevojat e brendshme të ekonomisë, por për arsye të tregut, të faktit që në Shqipëri nuk kemi një industri të përpunimit naftës dhe transformimit saj nga gjendja bruto në një naftë që përdoret për ekonominë, pra kryesisht për makinat, për transportin e tjerë, pra që të jetë e përshtatshme me standardet mjedisore të